Fermerët e Pogradecit kanë marrë një mbështetje të çmuar nga partnerët italianë në një projekt që synon ruajtjen dhe rigjallërimin e varieteteve autoktone të rrushit, mes tyre serina e bardhë, një pasuri e zonës që rrezikonte të zhdukej. Fermerët e Grabovicës janë bashkuar zyrtarisht në një kooperativë bujqësore, duke hapur rrugën për prodhim të rritur, standardizim dhe zhvillim ekonomik. Në ceremoninë organizuar në Grabovicë, prodhuesi verës Ersol Caco tha se ky bashkim është thelbësor për identifikimin dhe mbrojtjen e produkteve tipike të zonës. Në fund e kuptuar që duke qenë bashkë, ne mund të bëjmë edhe mund të fitojmë projekte shumë të mira nga Bashkimi Evropian apo edhe nga qeveria. Në këtë aktivitet u dorëzuan makineri moderne bujqësore për inkubatorin e Pogradecit, duke krijuar kushte më të mira pune dhe duke mbështetur fermerët me teknologji, mjete dhe trajnime. Kryebashkiaku Ilir Xhakolli tha se Bashkimi i Fermerëve sjell përfitime të drejtpërdrejta në prodhim dhe në kosto. Qëllimi kryesor është identifikimi i produkteve tipike lokale, që do të thotë në sektorin e vreshtarisë janë disa varietete tipike shqiptare që ndodhen në zonën e Pogradecit, por që një pjesë e tyre kanë risk të humbasin, që konkretisht janë serina e bardhë, që është me riskun më të lartë të humbjes, ndërsa varieteti Gems dhe varieteti Muscat Kanell janë dy të tjerët që projekti po i suporton. Nga ana tjetër, përfaqësuesi italian Paolo Viviani vuri theksin tek potenciali i produkteve tradicionale shqiptare në tregun evropian. Produktet tradicionale kanë vend të sigurt në tregun kombëtar dhe kur arrin një vlerë të veçantë, hapet mundësia e tregut ndërkombëtar. Me ecjen e Shqipërisë drejt BE, tregu evropian është një mundësi e shkëlqyer për këto produkte. Nisma synon të forcojë ekonominë rurale të Pogradecit, të rrisë cilësinë e prodhimit dhe të ruajë identitetin bujqësor të zonës përmes bashkëpunimit dhe teknologjisë moderne.